Kuj të shko, burë? E kam një takim me do partner. Pse nuk po pret edhe pak? Sa s'ka thire zoni? Kishim hangër buk, ta në shko. Unë e kam darkë pune, e ti mu po më thuj iftari. Po sa drekën e darkën e kena hangër bashkë. Edhe sa kena mi hangër bashkë. Ani m'fal, po iftari dalan. Na duhet mu bashku si familje. Ashtu kështu na menzi po bomi bashkë. O i gru, mledhe i metë. Ta kanë shpërlat runin. Më të ngu njeri ty, dohet me mshel biznisin, veç me nejtë shpe, mu fali me ty, edhe me bu fiskultura. Ani, veç vazhdo. Qka kjo i bi? Nuk po m'dokesh bash mirë. Shka ka me pasë? I thash me nejt një iftar, as një iftar nuk nejt me hangër buk edhe me shku. Dorë, mi tha 100 fjallë edhe ejti. Hajte bi, hajte, mësë bon marak. Se dha i ka punë. Nashta ka presion edhe prej punës. Oj, nan, prej se kina hi në Ramazan një iftar e kina hangër bashkë. Nuk e ka i për punë. Po nuk e di unë edhe sa ka me duru. Duroj, bi, duroj. Shqyre ki edhe djallin. S'kena naj problem të madhë. S'mu, jo. Elhamdulillah pi Zotit, të natë mirat. E qka mi thonë në djallit të nëta? Shkur t'hullet në buk ka me vetë për babën e vetë. Hajtë se i thu pat punë baba jetë edhe kryhet. Ani se që po qona adhone po bipot një maj që aty me që ato janë. Pse në ova në bobe? I ka dalë punë, mamit. Vjen edhe pak. Babi ka shku me punu, me fitu pare. Ka me t'bli ushqim, lujna, tesha, gjithë shka ka me t'bli. Edhe ti kur të rritesh ki me shku me punu, e vanu është qështu. Hajtë se t'kallzojnë kur të rritesh ti, ta kallzoj qefin. Një pi gjyshës. Kur të rritna, as njerë momin s'ka me lonë vetë. O lumi gjyshës, veç mend ka falë Zoti. Hajtë se dhe ti kur të rritesh, shkan punan, e vanuash edhe ti, e lenusën vetë. Ka njëherë. Zemra mamit, hajtë shko t'i bani detyra dhe i sa t'vjen babe. Kush më kam qëllë? O më skërcit, se djalli o t'u flejt, ki me qu. Sa herë të kom thonë... Mos më mshel derën. Sa hat me prit jashta. Unë e kom blekë të shpi. Kur do e qeli, kur do e msheli. Të zgucën, më mshel derën mu. Nuk e kom shel për ty. U bo natë, vonë. Për siguri e mshela. Po kur zgucën, me hi një shpitem. Po edhe hajnat e di shpia kujna është.
O mos bërtit se djalin ki me qu. Sa e kom shtin gjumë, nuk ban me të pa në këtë deregje. Në qëfar deregje amon? Pse mësë më po djali, më? Edhe, unë nuk jam mi pim, që në më budal ti mu. Jo, si e pi. Veç pak e ra, po të vjen? Edhe pak i pi. Më shelegojen? Edhe, hajte i mrena, që të më një kafe. Valla sabër. Zoti ka boll ta boftoj nuse. Amin, nena. Më falë se na shtat pengova se menova që ke kry namazin. Jo, nan, edhe mirë që erdhe, se dashta me fol diçka me ty. Qka ka bova kje nuse? Se edhe promenita një pëtir. Bash për që ata dhe ishta me folej, nan. Për çdo natë është të ardhi prit. Na fak djali ke tu flejt, pra. Ta kish pa na deregje, se ti. Që be edhe një univa prom, po me thonë drejten, nuk u të zova dhe me orë pusht. Faleminderit për ty, nan. Po kot. Unë jam të mujtë ma me duru. O ka mu qmend, o ka mu da. Veç që këj djali është të më dhimt. Oj nuse, edhe mu po më dhimesh. Po, do të me bo një qare, me bo sabër. Ljotë ju Zotit. Se veç Zotit një man. Me lutjet Zotit ka dhe zgjidhje. Shumë zare ka. Nuk është veç ajo. Prom me një qiki posh me kërë kaloj, rrës me jërë kaloj, edhe hitë se prishi rati. Bigjos ja ka njës me lujt. Po më vjen pjaft, e u banë në shumë vëlla. S'po muj me i dëru. O, më i bi, që kam kalzove. Më gushtove balë. Po ato Zotë e marruft. Po te lëtë ju te Zotë. E nështë edhe Zotë e qëtë në rrugë drejtë. Se s'po di ma që ka me të thonë. Qka bona? O, qka bona, unë u shkatrova kret me familje, me kret. Qka ki, ka dale? Qka u bo? Qka kam? O, këta kryt e tem, nuk e meriton as me jetu, as me punu, as kur gjë heq. Ka dalë se i të tu djave. Djali nanas. Apo shkan të dhuma pak me lutën? Ne zemë. Qka u bosh? Qka kia? Ska, bankrotun kret. Kreti kum hupën. Ska ma as pun, as firm, as kur gjë heq ma as pare, kur gjë ska ma heq. Hiq bre? Hej më rëzot, veç keq e ma keq për bëvot. Ku i hupe? I hupën kazino. Në bigjaz. Në fojde. U shkatron kret. S'kemi ma kur gjë. Ka dale që të sojën. Se kështu s'mu në as me menu, e as me gjuku drejt. Ka ndodhë më kjo, s'kena shka me bo. Zgudzojna me në dalë mente me trishtu edhe djalli.
Pasunia shkon e vjen. O Allah, Ti je I gjithë fuqishëm, I gjithdijshëm dhe mëshirues. Mëshiroje burrin tim, lësho rahmet mbi të dhe familjen tonë. O Zoti im, na gjej rrugdalje, sepse vetëm Ti din të na sprovosh dhe të sjellësh lehtësi pas provës. O Zot, vetëm tek Ti mbështetemi. Amen. Të kam lodhë, e të kam mundu të në jetën, e ti prapo lutesh për mua. Unë jam zhgënjur prej Teje, po jo prej Zotit. Tek Ai kam shpresu, edhe prej Ti pres mbështetje. Bën durim burr, Zoti na sprovon gjithve, edhe Ai ka më na I qel rrugt. Ma bën halal, e më falë për gjithë shka. Unë me të vërtet kam humb gjithë shka, po gati sa nuk e hupa jetën edhe familjen. Po ti me të vërtet, je shpëtimtare e familjes sonë. Të jep fjallën që asnjë prej punëve të liga nuk kam I bo. Kam me punu me nderë, me qenë gjithmonë pranë jush edhe me falë namaz. Ti je shembulli dhe frymëzimi më I mirë për mua. Ti vetëm moje fjallën. Zoti ka më na gjetë edhe punë, ka më na dhënë edhe bereqet. Mjafton që Ti u ktheve në rrugën e dur. Nëse një njerit vazhdimisht I kërkan, I lyp, I lutesh, te ai njeri bosh I bezdishëm, I shkon nerva që thot populli, edhe nuk ka qef me të taku. Sa ma shumë që ti lyp, ma shumë ti njëra. Kur I ki mirë punë me to, kur nuk I kërkon kur gjë. Momenti që I kërkon e ngushton. Te Zoti është e kundërta. Thot pejgamberi a.s. Kush nuk I lutet Zotit, Zoti I dhërohet me ta. Pra kush nuk kërkon prej Zotit, kush nuk lyp, kush nuk I lutet, Zoti nuk I ka punë mirë me atë njeri. E kundërta e njeriut, që njerit nëse I lyp, I shkon nerva, nuk ka qef me pas kontakt me ty. S'don me pas, se pi lyp e ngushton. Te Zoti është e kundërta. Zoti ka qef që ti me lyp prej tina, se Zoti është bujar. Dorën Zotit është gjithçka. Zoti ka për me dhanë mjaftueshëm. Për këtë është e udhët që na me ju lutë Zotit për nevojat që I kemi. Nuk ka njeri që s'ka ndonjë kërkesë. Po janë të natyrave të ndryshme. Mirë po, Zoti ka dhënë shembull në Kur'an që për shembull është pejgamberi I Zotit Sulejmani a.s. I cili ju ka lutë Zotit me një lutje që ka thonë o Zot më jep pushtet
çka si jep kërkujnë as si pushteti mas meje. Ka lyp diçka një lutje ekstra, një kërkesë të veçantë ka pas. Me pas pushtet, çka s'ka me pas asnjë njeri në rruzën e toksor, edhe ja ka mundsu Zoti, ja ka pranuar këtë lutje. Ja ka dhënë pushtetin Sulejmanit që edhe krijesat e gjinë që na nuk i shohim, mi pas nën pushtetin e vet. Ka pas mundësi që me i lëviz njerëzit ushtrien prej një vendit me një vend tjetër me erë, me lejen e Zotit. Ja ka mundësu Zoti këtë pushtet, nga se e ka kërku. Me këto qatë të regon Zoti ty edhe mu, që Zoti robit i përgjigjet, edhe kur ka qenë kërkes diçka si pas neve, diçka ekstreme, shumë diçka e madhe, Zoti ja ka dhonë. Që me të regu ty edhe mu që kërkesat, nevojat që i ki lëp pe Zotit, lutju atina, se Zoti i pranon. Dikush mundet me thonë, po, jo, unë s'lutna, se unë nuk falna, unë nuk agjeroj, unë nuk jep sadak, unë kom gjynoj, unë si lutna Zotit, se mu s'ma pranon Zotit. Është gabim. Është e parë sysh me kjo. Përderisa Zoti ka prunë Kur'an shembullin e shejtanit. Shejtanit mallkum, i ka thonë Zotit, o Zot, ma fatizo mu, m'jep ymër, m'jep jetë deri sa të është kiameti. Do më thonë mi përcjell gjenerat mas gjeneratet njerëzimit, shejtani ka lyp prej Zotit që me jetu deri në kiamet. Edhe të konë shejtan, i mallkum, armik i Zotit, edhe i njerit, Zoti ja ka pranu lutjen shejtanit. Shejtani ka thonë, ndhirni ila jo mi u barthun, mja pa fat, ma fatizot deri në kiamet, deri kur të rinjallën njerëzit. Zoti thët, ja kemi pranu lutjen shejtanit. Me na tregu neve që kur mos meno që për shkak që ki gjuna e Zoti s'ta pranon lutjen. Kur ja ka pranu shejtanit, pse s'ta pranon ty? E jamja dhe jotja është që me kanë insistus në lutje. Jo njëherë mu lut, dy s'ma pranoj u kry, mi që dur, ja, me insistu. Ka thonë pejgamberi sa kur ti lutni Zotit, jeni të bindur që Zoti kam ja u pranu. Jeni të bindur, pra mos lëshoni pe, mos u tërhiqni, mos u dorëzoni. Lutu një Zotit. Tregohet në kohën e Musës, një gru e cila ka qenë sterile, s'ka pas fëmijë, ka shku te Musa i ka thonë, o Musë, lutë Zotin me më fale vlad. Edhe Musa i lutet Zotit, Allah i thët Musës, thët o Musa e gru është sterile. Nuk mundet me lindë fëmijë. Edhe i tregon Musa, shkona e gruja. Mas një kohë, Musa e shet grujen me fëmijën dorë. Çuditet Musa, që shko mundësi? Dhe ti kuna këtë fëmijë, thët jemi. Dhe që shmarë po, vetë me veti Zotim ka thonë që kjo s'mundet me lindë fëmijë? Dhe to Zot, që ka bua më ke thonë që kjo s'mundet me lindë, kjo kish lindë. Thët, o Musë, aqë shumë mu ka lutë, dhe më thonë, ka insistu në lutjen e saj, sa që më ka ardhë marrë pe i sajna, edhe e këmë ndryshu caktimin tem, edhe i këmë dhane e vlatë. Për këtë thët pejgamberit, a.s. me një thonjë, thët, Zoti është bujar, pra ka shumë. Zoti ka shumë me dhanë. Edhe i vjen marrë, kur robi i ngrit durt, mi a këthy Zoti dur thot atina. E jotja dhe jam ja është mu lutë. E Allahu e din kur të përgjigjet lutjen tone, kur të pranon atë lutje. Ka raste që Zoti dën me tani zanën, sa që ju thët me laqeve, mos ja pranoni njëherë këti njerit lutjen, se po këm qef me ani zanën. Kur gjë mos përfitov shumë për lutjes. Veç që Zoti ka qef me na i një zanën, është mjaftushëm. Se si kur dë njëzë e ke po, kur janë zorë që talëshujnë derën, po kur t'ja u krysh punën, më kur s'ishe. E Zoti dën me tani zanën. Dën me një zanën tënë, kur i lutesh. Ose të rumpe në caktimit keq, të rumpe në fatkeqësie, ose ta jep dikun tjetër ku Zoti e din që është ma herë, diçka tjetër me dhonë se sa që ka jetë të lypti. Ose kur dilsh para Zotit, ta jep shpërblimin e madh sa që thua Zot pej ka kjo, dhe të shkak i asoj lutjes që e lut. Sa që ka me thonë njëri o Zot ko ka konë mirë, as t'i lutje në dynjet mos me ma pranu, ketë me milan për ahiret për botën tjetër. Kështu që dha Zoti që t'i lutemi Zotit, ai ka boll, ai ka shumë. E tina është, ai e din kur na i pranon lutjen.